Duke besuar se profesori ka rregulluar kompjuterin, le të ftojmë atë mes nesh. Profesor, profesor, urdhoni, mirë se erdhët. Besoj se keni rregulluar kompjuterin apo jo? Tekniku erdhi nga bibliotetika. Tekniku erdhi nga bibliotetika, por kompjuterin ende nuk është rregulluar i dashur. Pse profesor? Po sepse me pyetjet që kam bërë unë është akorduar fare truri elektronik. Shkencëtari nga bibliotetika më tha, profesor, keni rrjedhur, jeni plakur, prandaj duhet ta lini vendin të rinj. Edhe keni rrjedhur, profesor, dukeni keni rrjedhur. Po nuk jam vetëm unë që kam rrjedhur, tash më vjen keq, prandaj po na shkruajnë dhe punën kështu. Kemi edhe të tjerë që kanë rrjedhur. Nuk jam vetëm unë. Megjithatë, i thash shkencëtarit, i thash, ne këta jemi, të rinj nuk mund të bëhemi, i thash. Jo, tha. Edhe të rinj mund të bëheni, tha doktor. Urdhëroi tha dhe më solli këtë pak më me ilaçe. E shikoni, një nga këto hapat po ta pish, me njëherë bësh 10 vjet me i ri, pive 2 bësh 20 vjet. Me një fjalë, një 50 vjeçar po të pi 4 hapa bëhet 10 vjeç. Po mi profesor, unë që jam rreth 40, po të pi 4 hapa nga këto. E po të pish 4 ti shkon atë. Po ç'të duhet të pish 4? Po ti pi 3, pi 2, ti e ke në dorë. E bukur profesor, me ato është e bukur domethënë, as sikur të isha edhe një herë fëmijë profesor, adoleshent. Të përjetoj edhe një herë moshën dashurisë. A dashuria profesor? Po pse tani nuk dashuroni? Jo. Dashuri profesor, dashuri po. Kush e lë? Ne, nuk të lë. Ka ligje, ka qëra. Më fal profesor. Po, sa kokra të tilla keni ju? Sa të duash, janë 4-5 kolia, ty pse? Ashtu, në qoftë se do të shpërndahen gjithë parlamentarët dhe politekanët nga tilla kokra, dalin për të gjithë? Po dalin dhe të projnë, po ç'ne të japin politikanë? E bukur, fantastike profesor. Shumë e bukur, pa imagjinueshme. Çfarë ke doktor? Çfarë ke? Llogari profesor sikur të kemi parlamentin ton plot me kalamaj. I bën gjithë kalamaj parlamentar. Fantastike profesor, imagjinoje. Jo, vërtet shumë e bukur. Edhe gjithashtu kolopush të vegjël rinë nëpër tavolinë të parlamentit, sa të lezetshëm. Edhe kalamajt më të mëdhenj do të jenë dritë roa golli dhe Sabri Godua. Po, 13 vjeç secili, profesor. 13 vjeç. Po edhe ju sen selfua, si Kaçureli ju seni, guri dorollari, edhe ja vjen dritëroj për shembull ashtu i vogël me opinga të vogla me balte futet direkt në parlament. I thot voglushi dokle nga tavolina. Po çfarë bën më dritëroj? Ku vetëm me ato opinga me balte? O është baltet e vollit thot dritëroj. Po lëre po çfarë baltet e vollit? Po hige. Shko dhe pastroj këpucit, thot. Shko pastroj këpucit dhe pastaj. Imagjinoj domethënë edhe Pjetri i vogël, Armënor i vogël. Profesor, po tu las dhe, tu las. Kaçurel. Ashtu çuku domethënë që shkon atje ku tonë apo. Edhe në emër të shumë parlamentar të thotë në emër kalamaj vetëm të mbaj modion mosbesimi për kalamajt e qeverisë socialiste. Apo e profesor, e natyrisht, ashtu të vaj për testë, vonë mos e pu kalamaj kanë ashtu. Po kalamaj të vegjël, do të jetë lezetshëm. Kush e shon imagjinat? Edhe shumë i lezetshëm do jetë edhe kryeministri 7 vjeçar. Po si vogël, do jetë po vjen tavolinën kryesore, sa po i ka dalë se 7 vjeç, sa po ka dalë pushi i lehtë, kështu që janë konturet e mjekës së ardhshme, kështu i lezetshëm ashtu po. Në këtë kohë hyni jati tosit në parlament dhe bërtet, tosi, ku je mor birë se ke gjithë ditë që s'ke ardhur në shtëpi, hajde mor tani leri këto punë. Hajde buk, ashtu profesor. Hajde mor se ke ngelur pa ngrënë. Ashtu profesor, po. I do t'i akthej tosit dhe thot, iko baba në lirat se kemi problemet e qeverisë, neve kemi buxhetin e shtetit dhe më thet thash. Ashtu profesor. Ai do vi që t'japin në shpunë, po nuk e lëra të arrojt e parlamentit. Imagjino profesor, ndërkohë futet grupi parlamentar i kalamajtëve të PD-s. Saliu i vogël përpara me banana të shkurtra. Me hapa të gjata, unë atje tavolina atyre dhe të gjithë si grup parlamentari kalamajt të PD-s i bjën tavolinave. Po, do bëjnë ashtu, po kalamaja. Edhe me një gjinush i vogël 5 vjeçar, i vërtetë dëgjoj se Ali këtu ndër për jashtë me gjithë grupin e kalamajt të PD-s, në qoftë se nuk rini urt. Ndërkohë me një Saliu thën, "Na si mënyrë ikim vetë i thot." Ikim vetë i thot. Po. E kalamajt. Tash kushtire kalamajt e qeverisë socialiste po kaluat në rrugë Partison, do t'u japin darkë. Edhe po se kuptohet natyrisht. Kalamaj. Po nuk e marrin dhe për keq, ashtu është. Po gjithë të sherë që mund të dali për shembull Topolaku i vogël, Baçi nga Gjirokastër. Fino. Do thot me njëro po lini këto punë, lera se kush merret me këto punë të qeverisë, po hajde shpejt të ikim të losim futboll, po të losim me top, me top. Ashtu me top. Po patjetër me top do ikin burrat drejt te fusha e pallatit pionerëve.
atje në saldo mbeten vetëm 2 kolopushte e vegjël nga 2-3 vjet sa i bie. Ja të vegjël, ma të. Po lua me majka. Ja të vegjël, profesor, ndeshje fantastike, ndeshje bukur, llogarit stadiumin mbushur plot e plot me tifoza, ku nuk e hedhësh, nuk e ku të hedhësh kokën e plumbit, domethënë profesor. Atë kokën e mollës, m'fal, profesor, kokën e mollës. Atë plumb mirë ka profesor. Edhe mos harro profesor që është ndeshje derbi. PD PS. Edhe nuk është ndeshja e parë që ndeshja profesor. Jo. Ndeshjen e parë fitoi PD-ja, futbollin ka të sta, na fituam me hile. Fituam pa pullon ta PD-s, na fituam me hile. Ashtu tani ndeshja e treta e vërteta që thot po. Sa dim se kur do jetë profesor. Ne dim kur do jetë, pa më bukur është edhe ndeshja që do zhvillojnë Kalamajt për shkak të merr topin për sala i vogël për shkak me hapat e gjata tak triblon njëri triblon tjetër njëri e shtyn tjetrit me bryl ndodhet përpara me tosin e vogël. Ashtu të dy edhe sala dhe tosi, pa njëri, pa tjetër. Për klasën e natyrës jam merr topin me njëherë tosi, edhe në atë moment kur rrëzohen me njëherë frym Birbili edhe Vranicki e penaltin në favor të PS-s. Bukur profesor, ashtu po. Opa ikën truri këtyre Kalamajve të PD-s, edhe me njëre e ndërpresin, në vend e ndërpresin lojën. Zihen, jo ishte penalti, jo s'ishte penalti, jo penalti, jo s'ishte penalti, i jep fund të Azemi i vogël, Bullafik, vede çan topin edhe për të copa. Po profesor, ngelen pa top. Atëre tosi i vogël bashkë me Baçin, me Finon edhe me Benin e Mala, edhe hypin avionin dhe ikin në Evropë, marrin një top të madh, topa të mëdha nga Evropa. Ata të Evropës i thonë, digjoni mërë djemë, digjoni mërë qapë kënët e politikës shqiptare, po pse zjeni me njëri tjetër? Neve topa do të japin sa të doni, topa të lojeve të ndryshme, si di doni të vegjël të mdhej, vetëm të ndeshjeni të luani me njëri tjetër si mas regullave të lojës, ndërtoni një regullore në lojës. Ashtu, pastaja kur të ndeshjeni bukur, si shok, si miq, si vëllezër, se kjo lojë kështu e ka, o fiton, o e ha. Ashtu profesor, po më fali, o fiton o mbet. E nëse provej, ku kështu është. Ma profesor, si kur vërtet, politikanët tanë do më thënë të kishin më të vërtet në mendjen e tyre ëndrat e fëmijëve, profesor. Ashtu është gjë e bukur. Ku ka si fëmijët, ma profesor? Janë të qiltër, më të bukur, të zgjuar, më janë si ëngjë, janë do më thënë rrihen, zihen, këtë pajtojnë, nuk mbajnë mërim, profesor. Prandaj të nderuar politikan të rritur, të nderuar dhe shumë të nderuar o të rritur politikan. Merrni pak nga bota e pasur e fëmijëve, merrni nga sinqeriteti i tyre se do shkojë çdo gjë shumë bukur. Se populli tifozë nderuar politikan, nga ju pret se loja të bukur. Miru pafshim.